Çfarë bën të pakapërcyeshëm Ngoçin për të bashkëpunuar në një front të përbashkët opozitar, duke qenë se edhe protestat po i shfillojnë të gjithë palën Po, ndete. nuk ka ndonjë ngecë të madhe. Në rastin e zotit Lapaj, një nga kërkesat e tij kryesore që nuk është realizuar në këtë moment nga Partia Demokratike ka qenë vendosja ngulja në shesh. Domthon, ulja në shesh, vendosja e çadrave, karrikeve, çdo lloj gjëje që tjetë, edhe qëndrimi i përhershëm 24 orësh, 7 ditë javës në shesh. Kjo është një kërkesë që Lapaj e ka pas, po doja nuk e ka marrë përsipër këtë gjë dhe kjo është ajo ku dallojnë dallimi kryesor, sepse elementet e tjerë janë Pra Lapaj kërkon një çadër të re. Domethënë, por Partia Demokratike refuzon të. Kërkon bashkim të forcave në protestë të përhershme. Nuk kërkon që edhe forcat e tjera politike të ndërmarrin të njëjtën formë proteste që ka zgjedhur ai. Është e drejta e tij legjitime që ta kërkojë. Mund edhe të ndodhi. Nuk është çudi edhe që të ndodhi. Pastaj është e diskutueshme a duhet të jetë kushti pa negociueshëm apo jo. Megjithatë është çështje, por nuk shoh një dallim ose ndonjë çarje thelbësore të madhe gjigande. Është çështje taktike, është çështje një mënyrë që ti zgjedh për protestuar, por nuk ka dallim, absolutisht dallim në objektivat që ka edhe Lapaj, edhe Berisha, dhe Shehaj, edhe partitë e tjera. Kanë saktësisht të njëjtat objektiva, këtë kërkojnë. Prandaj edhe e morën përsipër që të organizojmë këtë gjë. Në rastin e Partisë Mundësia është tjetër gjë, pastaj sepse ata e kanë kundërshtuar në parim këtë gjë me idenë që nuk duam të bashkëpunojmë me PD-n në rastin konkret dhe me Berishën, natyrisht, sepse e shikojnë shumë të rëndësishme në narrativën e tyre, ose shikojnë idenë që ndikohen nga ideja që një pjesë e votuesve të tyre nuk e duan PD-n dhe Berishën. Por unë mendoj që ka shumë më tepër votues të tyre, të cilët në fakt kanë ardhur nga e djathta dhe që nuk do ta shihnin negativisht bashkëpunimin me PD-n. Do donin patjetër që vota e tyre të shkonte tek Shehaj, por jo në kundërshtim ose në luftë me PD-n. Tash është çështja që kjo parti do duhet ta sqarojë këtë gjë. Është në një situatë të komplikuar. Domethënë kjo nisma jonë është e vërtetë, për të qenë sinqert, nuk është se na vjen shumë mirë, por i ka vendosur mundësinë në një situatë relativisht të sikletshme, sepse i duhet, nëse më përpara ishte goxha ambivalente në këtë aspekt, tani është tjetër gjë, i duhet marrë një qëndrim më të qartë. Por ne mendojmë që edhe nga diskutimet që kemi pasur, është intuita jonë dhe besimi im personal, bindja ime personale që brenda një viti ne do të jemi në gjendje që të ndërtojmë një bashkëpunim ku të marrë pjesë edhe Partia Mundësia. Kuptohet që do duhet negociuar, do duhen diskutuar gjitha modalitetet, do duhet në kopës zgjedhjet lokale. Po, sepse kur afrohen zgjedhjet fillon rritet edhe presioni i njerëzve dhe njerëzit nuk mendojnë më thjesht në mënyrë poetike ose lirike, le të themi, por mendojnë në mënyrë pak më pragmatiste për votën e tyre, për kandidatët që do dalin e tjerë. Fillojnë të mendojnë realisht çfarë shansesh ka kandidatët e ndryshëm që dalin. Në këtë moment po ti pyesësh njerëzit, thonë unë jam me këtë ose atë, është më kollaj për ta thënë. Kur vjen puna ke kutia e votës, aty njerëzit fillojnë bëhen shumë më pragmatistë. Ky lloj pragmatizmi i votuesve reflektohet edhe në vendimet e atyre që janë përfaqësuesit e tyre. Një tjetër dimension i njohur juaj është natyrisht Gjakova. Për te origjinës suaj, kontributi juaj publik i viteve të fundit ka rikthyer, të themi fuqishëm, Gjakovën në hartën e shqiptarisë, jo vetëm të Kosovës. Mund ta thoni për publikun diçka më tepër lidhje me këtë aktivizëm social tuaj? Unë kam lind në Tiranë, prindrit e mi kanë lind në Tiranë dhe stërgjyshi im ka ardhur në Tiranë një shekull më përpara, është vendosur dhe pastaj mbas luftës dy botërore kanë ngecur në një farë mënyrë këtu. Kjo që po them është historia e gjithë Gjakovës. Nuk është historia vetëm e familjes time. Nuk ka një familje të vetme në Gjakovë që mos ta ketë një pjesë të vetën, një degë të vetën në Shqipëri. Është plotësisht normale. Gjakova është kur kalon kufirin për 10 minuta nga kufiri në Qafprushi, në Gjakovë. Gjakova është qendra, është zemra e malësisë së Tropojës. Sot e kësaj dite, gjithë ajo zona e malësisë së Tropojës shkojnë dhe përdorin spitalet e Gjakovës, përdorin edhe shkollat e Gjakovës, përdorin tregun e Gjakovës, dhe spitalet i përdorin falas, ndryshe nga qytetarët e tjerë të Kosovës. Se rrugët e Shqipërisë në fakt kanë kolapsuar, edhe kjo është ndoshta një mënyrë për por e kanë dhe shumë afër. Është Hinterlandi, gjithë malësia e Gjakovës është Hinterlandi i Gjakovës, aty ka pas zemrën. Domethënë,
Gjakova ka histori të jashtëzakonshme, ka kulturë, është në një farë mënyrë nga pikpamja patriotike, është kërthiza e shqiptarisë. Dhe ti kur shkon në Gjakova ndjen që Gjakova nuk është një qytet, thjesht një qytet kosovar. Është një qytet shqiptar. Është një kryeqytet i kulturës së Kosovës, themi. Patjetër. Gjakova ka qenë me Prishtinën, ka pas një njëjtin raport siç ka pas Milano ose Firenze me Romën, po them. Do thënë elitat kryesore furnizoheshin kryesisht nga Gjakova. Për 100 arsye të ndryshme, ka qenë qytet tregtar, shumë i fuqishëm. Gjakova sot në kësaj dite ka çarshinë më të madhe funksionale ende që kanë gjithë shqiptarët dhe me shumë gjasa dhe më e madhja në Ballkan. Rreth 300 dyqane dhe tjerë, domthonë është. Ju organizoni 2 takime vjetore. Ne organizojmë dy të tilla, një në verë, në ditët e shqiptarit dhe një tjetër në dimër, që fokusohet tek 28 nëntori. Është festa kryesore në Gjakov, domthonë. Pavarësisht se jemi në Kosovë, dikush mund të mendojë që do ishte pavarësia e Kosovës. Në Gjakov festa madhore është 28 nëntori pikërisht për shkak të kësaj vetdije të fortë shqiptare.